Mirëmëngjes gjithëve. 400 njerëz vdiqën nga ekstasi. Mundet që njeriu të vdes nga ekstasi? Dëgjojeni këtë histori të çuditshme. Më kujtua sepse sot në mëngjes një çift teksa ishim aty po anim mëngjes këtu tek hoteli, filluan që të kërcenin dhe nuk ndalonin sepse si duket mbrëm kishin qenë në një darkë si duket dhe po thoshte ai pronari i hotelit, thoshte po si ishin mbrëm edhe këta vazhdonin akoma që të kërcenin dhe nuk ndaluan për një kohë, po për shaka nuk diskutohet, por unë do t'ju tregoj këtë histori sepse ja u tregova atyre dhe më kujtua që t'ja u tregoj juve. Një histori që ka ndodhur është një fakt i çuditshëm, i mistershëm që nuk u zgjidh kurrë. Dëgjoni me vëmendje. Ishte korrik i vitit 1518. Në Strasburg, pra në Francë, ndodhi një fakt i çuditshëm. Një ditë, një grua e re, doli në mëngjes nga shtëpia, ishte mëngjes, herët, doli nga shtëpia dhe filloi që të kërcente. Dhe nuk ndalonte kërcimi i saj. Vazhdonte të kërcente dhe nuk mbaroi. Pra ajo gjatë gjithë rrugës, derisa shkoi në punë, vazhdonte që të kërcente. Mirë po, nuk ishte një kërcim do si do, ishte një kërcim i zelt, pra dhe i pafund. Nuk po e kuptonte as vet ajo. Bile do t'ju them, kur shkoi tek atëre e keni parasysh, nuk ishin mjek si sot, po ishin mjek popullor. Kur shkoi tek ky që të kuptonte se çfarë kishte ndodhur, ai mundohesh që të jepte disa çajra që ta qetësonte. Ajo teksa kërcente qante, pra i rridhnin lotët, sepse as vet nuk e dinte që si mund ta frenonte. E kuptonte që ishte jashtë logjike ajo që bënte, por nuk mundej që të frenonte. Ishte e pamundur. E di që ndonjëri nga ju do thotë, po mirë, nuk mund të frenoj dot një njeri atë kërcimin. Prisni. Tani do ja u them. Me kalimin e ditëve nuk ishte vetëm ajo, por filluan edhe të tjerë. Filluan që të kërcenin edhe njerëz të tjerë dhe kërcenin fort. Pra, fort sa u dhimbnin këmbët. Bile filluan disa të tjerë, pra disa më të rinj, filluan që të kërcenin duke lëvizur edhe krahët, edhe kokën, edhe këmbët. Dhe kërcimi ishte kaq intensiv, sa që ata u bë një çështje publike dhe filluan që t'ishin me dhjetra. Mirë po, nuk kaloi shumë, kaloi rreth një javë gjysmë, këta kërcenin, madje disa prej tyre edhe natën, teksa flinin gjumë. Nuk është një legjend kjo, është një fakt i mistershëm që nuk u zgjidh kurrë. Dëgjojeni. Kaluan ditë dhe në ditën e 11 ishin me qindra. Pra arritën që t'ishin me qindra, por çfarë ndodhi pas ditës së 11? Ndonëse se këta ishin me qindra. Disa prej tyre filluan që të kishin kolaps, pra të ndieshin keq. Madje shumë prej tyre filluan që të vdisnin. Po, sepse epshi ose ekstazi ishte kaq i madh sa që ata nuk e duronin dot. Shpërthente zemra, pra u çaj zemrës, psonin infarkte. E di që duket si fantazi, por është një fakt i vërtet i pa zgjidhur. Dhe gjatë gjithë atyre viteve, gjithë atyre muajve, merreni me mend. Mes këtyre që ishin me qindra, po flas në të gjithë qytetin, pra në Strasburg, ata që vdiqën ishin mbi 400 njerëz. Pra 400 njerëz humbën jetën nga ekstasi. Nuk u zgjidh kurrë. Disa ja hodhën fajin një ekstazi kolektiv. Pra ky ishte versioni i parë. U studiua më vonë dhe nxorën një teori të çuditshme. Njëri prej tyre, një mjek, pas 100 vjetësh më duket një gjë e tillë, nxori një pse po ja u them këtë, dëgjojeni me vëmendje pse po ja u them. Nxori një teori që është banale, por të gjithë e hëngër këtë si teori dhe unë po ja u them, nuk e di nëse ju e besoni ose jo. Teoria e këtij mjekut ishte që ishte një lloj, sipas tij, ishte një lloj kërpudhe që krijonte problem. Po tani prisni pak, sepse ky është problemi kryesor. Këtë kërpudhë ti duhet ta konsumosh. Të tjerët që nuk e konsumuan, si i kapi ky? Qofse ky ishte një lloj virusi, si i kapi? Sepse nuk konsumuan, nuk hëngrën. Nuk mund të hanin 400 njerëz, me fjalë, të gjithë së bashku,
ose në familjen e tyre, sepse ata e dini shumë mirë që kishte edhe viruse të tilla që mund të ishin ngjitës. Por ky është një fakt që e kanë shkruar, është diskutuar shumë herë për këtë fakt dhe nuk dihet, por prisin sepse nuk marron këtu. Një fakt i tillë kishte ndodhur edhe në Gjermani para disa viteve, madje në vitin 1375 kishte ndodhur edhe në Belgjik. Mirë po ishin më pak. Pra, në fillim ishin 10, 15, 20 njerëz dhe këta vdishin që të gjithë. Më vonë këta në Gjermani ishin 30-35 dhe ky fakti, pra në Strasburg, ishin mbi 400 të vdekur. Dhe askush nuk e shpjegoi. Tani ka një version që dikush, është një gojdhën kjo, ose një legjend metropolitane. Tregohet që ashtu siç çdo virus, ose si çdo legjend, tregohet që kur ti ke lidhje me ose ke bërë paktin me diçka, në fakt tregohet që kjo gruaja që kishte e para, ajo që u infektua e para, si mund të quhet, kishte bërë një lloj pakti, tregohet, me një qenie. Dhe qenia e bëri, e di që duket si fantazi, por dëgjojeni edhe pastaj vendosni. Dhe kjo qenia e bëri që të çmendej, ose mirë të kishte sepse këtë dëshironte. Ishte një vajzë, sipas një grua, sipas të dhënave, që nuk eksitoi dhe bën një pakt mes njëri tjetrit. Unë do shikosh që do të bëj që ti të eksitohesh në maksimum dhe kaq shumë sa që do të çojë në një botë tjetër. Pra, kjo ishte ajo thënia e famshme. Dhe gruaja pranoi. Dhe mendohet që ajo ishte njeriu i 5 apo i 4, mos gaboj, që vdiq, nga që i shpërtheu zemra. Dhe tani pas një legjende ka gjithmonë një të vërtet. Megjithatë, ajo që më bën përshtypje në të gjithë këtë histori është që askush deri sot nuk e ka zgjidhur se çfarë problemi mund të ishte. Sepse ishte është një fakt historik ky, ishte një moment, si mund të quhet, ekstazi në mas. Dhe këta thonë, të paktën ato studimet zyrtare, thonë që ekstazi në mas është vetëm bindja e mendjes. Po mirë tani, le të themi që është bindja e mendjes, sepse ndonjëherë të bëjnë për të qeshur kur vën këto epitete dhe duke si u tallen me ty. Pse po e them këtë? Sepse, okay, le të jetë ekstazi i tillë, po mund të vdes njeriu nga ekstazi, që të shpërthej zemra apo të psoj infarkt, mund të jetë një rast, ja 2. Po jo 400 njerëz, ju si thoni. Doja që t'jau tregoja këtë, sepse më kam mbetur në kujtesë dhe sot po jau tregoja këtyre miqve që jemi njohur këtu në hotel dhe për mua është vërtet. Shiko, e di që dikush nga ju për shumë thon shpesh dhe shkruajnë që na thuaj ti, çfarë mendimi ke. Të them të vërtetën, për mua ne njohim shumë pak të botës që na rrethon dhe unë besoj që atje jashtë ka vërtet qenie që ne nuk mund t'i kuptojmë, sepse janë të një dimensioni tjetër. Dhe mund edhe të futen në trurin e njeriut, ashtu si ndodh shpeshherë për shumë mistere, që disa njerëz që mësojnë gjuhë të tjera ose flasin gjuhë të tjera ose kanë kontakte me disa forma të tjera jete e tjera, që unë mendoj që ekzistojnë, por vetëm në disa njerëz mund të futen. Varet nga karakteri, varet nga rrethanat, varet nga shumë faktor. Megjithatë, unë pres komentet tuaja. Ju çfarë mendimi keni? E keni dëgjuar ndonjëherë këtë histori? Pres komentet tuaja dhe shpresoj që ju të keni ekstazi, por të kënaqeni dhe kaq. Mos keni probleme. Hajde, pres komentet tuaja. Ditë mbar.